Falëndrimi absolut i takon vetëm Allahut Madhërisëm, i cili na krijoi, na furnizoi, na dërgoi të dërguar alayhimus salam. Dhe na tregoi qëllimin kryesor në këtë botë. Na dha shpirtin dhe jetën, dhe na dha shumë prej dhuntive, dhe na përmendi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. O ju njerëzi, nëse mundoheni me i numëru të mirat e Allahut, nuk keni mundësi me i numëru. Mirë, por nëse pak falenderojmë dhe ja kthejmë Allahut me falendrim, Jalla Jalaluhu, madhërisë e tij, nëse ja kthejmë me falendrim, ndërsa falendrimi është t'ja kthesh Allahut Jalla Jalaluhu ashtu sikur që është e duhur dhe e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka sen në këtë dynja që ka krijuar, që ka furnizuar, vetëm se e ka qëllimin final. Dhe besimtari jeton me qëllimet e Allahut. Lum për besimtarin i cili jeton me qëllimet e Allahu Jalla Jalaluhu. Është thirrje sot kur depresioni është shtu, njerëzit shpesh herë ndëgjohen duke thonë nuk po di ku me harxhu kohën, nuk po di çka me bë, kam depresion, po pi hapa, po shkojnë psikolog. Vllajdash, dije se Allahu Jalla Jalaluhu ta ka dhënë jetën, edhe vdekjen. Dhe çdo gjë që Allahu të ka dhënë prej mendjes, që është një ndër dhuntit më të mëdha pas Islamit, që Allahu na i ka dhënë, është që ti të angazhohesh me Zotin tënd. Sa angazhimi i madh që është, që ta kuptojmë këtë fe. Origjinal sikur që i zbriti taze Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sot jena të rrezikuar, të gjithë na, nga kuptimet të huaja nga Islami. Nga kuptimet të huaja që ishin prej asaj të cilën erdhi Muhamedi alaihi salatu wasalam. Mjekrën mujna me pas, keblën e kemi, tekbiret i kemi, fizën jo mi islamë mund me pas. Por, kuptimet në botë, në ummetin e Muhamedit Mustafas, sallallahu alaihi wasallam, te ummeti i tij mungojnë shumë ato kuptime. Çka ka ndiku? Njëra prej sendeve që ka ndiku më shumëti, që neve sot kemi kuptime hibride, sendet përzira, që janë original, nga kuptimet e para të muslimanëve të parë, është përzirja në predikime dhe në libra të kuptimeve personale, të karakterit tem për shembull, karakterit ton për shembull, në fen islam. Andaj Muadhi radhiyallahu anhu, në një hadith që e transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, por ai sahabiu është frigu me thënë kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salam, na tregon për shenjat e kiametit. E ndër parat është se bidati apo kuptimi i huaj i fes, kuptimi i huaj i islamit jo original, do të vjen nga njerëzit të cilët kur e mësojnë hifz Kur'anin, shpikin bidate se nuk kanë djegës dhe xhamat. Muadhi radhiyallahu anhu thot, bidatet do të lindin nga njerëzit pleq, e tri, e gra, edhe burra, edhe fëmijë, e vjetër, kur e mësojnë Kur'anin. Dhe kur e shohin se nuk kanë xhamat, fe yebtadi bid'atan enzin një bidat. Kushdo prej juve që ka lexuar sot kanë dëgjuar minimum, çdo vëlla musliman sigurt kanë dëgjuar për dispozitat në Islam, halal, haram. Ki dëgjuar, sigurt. Vëllazër, pashallah, nuk është për të thënë diçka të huaj, nuk është për të ju çudit. Mirë po duhet patjetër me e fol këtë temë. Sahabët radhiyallahu anhum, Islami si e kuptojmë na sot se kanë kuptuar. Një numër të sendeve na kena bidate te na, duke e shti vetveten tu te jone. Unë vetën e shti. Mos fola për tjerë. Shembull, a keni dëgjuar ju? Barëm ju që dini arabisht, s'paku ju që dini arabisht. A keni dëgjuar në historinë e sahabëve? Sahabët radhiyallahu anhum me mësu dispozitat shumë detale për secilin sen vetë. S'ka kështu. Sahabët radhiyallahu anhum e kanë mësu fen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam biduni taklif, mos me ngarku veten. Feja e sahabiut ka qenë mos me ngarku vetën. Sot ti e gjen një vëlla musliman, a ne jo ç'kjo ngjyra e kuqe, ho ç'kjo e portokallta, ç'kjo e verdha me portokallë që shkon. Pyetje për mi pyetje, nën pyetje shumë. Mund të thonë dikush hoxha, ju do të më ditë, ju do të më mësua, do të më dhon përgjigje jo, s'ka. Çfarë keni mësuar ju? Për fenë të folju. S'është. Kjo ka sjell këtë drejtë Islami sot. Pashallahu bile, të usuliun të sehit, librat e usulit, që janë librat më specifike të argumentimit të Islam, e kanë tepruar, hoxhallat e usulit e kanë tepruar. Duke stërhalluar, ki stërhallim në ka pru këtu. Në ka pru këtu. Sa që sot kemi prej mimbereve, hoxhallar që folin në emër të fesë, na për libra, e konsiderojnë ndihmimin e fesë, me ndihmu këtë fesë sunetoj. A gëni pse lihen sunetet sot? Sot lihen sunetet se tu e shpjegu, hoxha çka sunet, po xhamati e kupton prej hoxhës, o të shkabën e omra. Çka suneti në librat, në për libra, në definicione? Nëse e ban, ki se vap. Nëse nuk e ban, nuk dënohesh. A, po mirë ka në melon. Ç'është e kupton xhamati? Pejgamberi alayhis salam e ka shpjeguar kështu shumë pak. Shumë rrallë.
Sahabët radiallahu anhu me ndihmu këtë fe, me ardhë, kur është thirë në xhami, as-salatu jamia, kur ka pasur ndonjë problem, është thirë minare, apo muezzini ka thirë jo ezanin, ka thonë as-salatu jamia, as-salatu jamia, kanë ardhur sahabët. E tash më u përgjigj muslimanëve, më u përgjigj ummetit, me qenë me hoxhën, me qenë me mesxhidin, me qenë me xhamatin, me i hap do tema. Sahabiu nuk e ka diskutuar me ndihmu këtë fe, as sahabeqa, as mitë sahabëve, se e kanë obligim me ndihmu këtë fe. As kanë diskutuar se është fardhu ajnin apo fardhu kifaje. Kjo te prem është. Me bo me hin historinë tonë, sa stërhollime ka pas, po kjo te prem është. Dhe ato janë bidate. Kur vdesin kanë me kuptu, se sot shumë pak folet. Shumë pak folet për do tema. Kur vdesin kanë me kuptu na se çka është bidate në realitet. Bidate është çdo tarika, çdo mënyrë, çdo metodë, çdo sen që ti e kupton, asahat edhe ato të parë nuk kanë qenë ato. Nuk kanë qenë ato. Andaj plagështia dhe xhumi. Dhe mendimi se hase kjo sunet, ajo sunet, kjo sunet, ajo sunet. Këto mendime, sa që sot përqeshet ndoshta një djalë i ri që do me ndihmu këtë fe, përqeshet për dikujna. Kisë di arabisht, kisë di kurgja, kisë di këta, kisë di ata, kisë di këta, e tjera. Bilali radiallahu an, kur ka thënë ahadun ahad, sa ti ka pas shkollë. Suhejbi Rumi, Khubejbi radiallahu an, të cilit janë prej gishtat, e copa është ba. Dhe në fund ka thënë, wales ubali hina uqtalu musliman. Nuk e kam gajla, nëse vdes si musliman, se kam gajla aspak. Ala aji gjembin kala lillahi masra'i, si do të qoftë, copa në të mbojnë mu njerëzit, sa shkollëve ka pasaj. Prandaj, sot, jena bërë gjenerat, kur na mendojna, sa ma shumë libra me pas njëri, sa ma shumë libra me pas, ma i ditur është, sa shtë e vërtet kjo. Dija që e lanë sahabët, apo libra si libër, është prej mjetëve, prej mënyrave, një prej sendeve. Nërpo ajo që ka muslimant e pare, kishin mësuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për shembull Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu thot, on me një shok temin ansar ku shije kom pas, e kena nda tezgën për gjys. Një ditë ai ka ndet në pazar, e një ditë unë kum shku në xhami. Ditën tjetër unë në pazar, ai ka ndet në xhami. Ku shem sejta? Umar ibn Khattabi me ndet në xhami, çka e pas ka zonë? A ka zonë sunet, mekruh, farz, çka e pas ka zonë? Çfarë obligimi, kush ja pas ka mësuar ta? Prandaj, kuptimi i fesë, sikur që na e kuptojnë sot është krejtave. Sahabiu radiallahu anhu, i asaj kohe, arabiu asaj kohe, kur ka ndëgjuar Rasulullah alayhi wasallam, ai ka marrë një detyrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush ka marrë për shumë detyrë me pasur xhamin. Dhe kur e ka marrë atë detyrë, ose ka mujt as vdekja e djalit vet me ndal prej pastrimit xhamisë. Mos as kjo punë. Kur sahabiu ka marrë një obligim nga pejgamberi alayhi wasallam, ai ka kuptuar ndryshe. Sot 2 milion pyetje ti ban njëri për një gjë të tillë. Kur e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliun radhiyallahu anhu në Migdadin për ta zënë një robresh e cila ka qenë duke i shpionu muslimanët. Ajo robresha e Hatibit e ka pas në flok letrën. Dhe Aliu radhiyallahu anhu e zë. Aliu radhiyallahu anhu e zë. E do letrën, thot s'kam letër. Letrën, s'kam letër. Letrën, s'kam letër. Aliu radhiyallahu anhu nuk e lajmëron telefon. Ja Rasulullah, a bën me prekët se kjo robresh është kjo? Mos po hin gjulaun. Thot apo e nxjerr letrën atë vdesha. Ti desha tesha tu. Aliu mi desh tesha ta? Po lejot. Po ka mësoj ke se këta kanë qenë ata të cilët i kanë njohur qëllimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot ja jep një detyrë një vëllau musliman 7 herë vetaj. A bën kështu, a bën kështu? Pastaj më kuptoj këtë gjë, se feja islame, feja, sikur që e mëson dikush për juve për shembull një fakultet në kimi, në fizikë e tjera, një shkencë respektibile që është, që respektohet ajo shkencë. Nuk mund të thësë një herë më bëj fizikë. As nuk mund të thësë një herë më bëj kimist. As nuk mund të thësë një herë ti më shtin në laborator. As nuk mund të thësë një herë më bëj mjek. Edhe kirurg, edhe me operu zemër, s'mund të thësë një herë. Kështu është edhe feja. Edhe më shumë se kjo. Por duhet më kthej në rrojë e kuptimit të fesë Allahu xhela xhelalu me brengën. Prandaj, sot më spaku flitet në minbere me tregu se feja islame mësohet për sakrificës. Sahabiu asaj kohe ka mësuar për sakrificës. Umar ibn Khattabi, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nëse merrti Musnedin Imam Ahmedit, Musnedi çka është? Musned do të thonë kur një dietar vjen i mbledh hadithet e pejgamberit e sa me sahabe. Abu Bakri ka mas pakti hadithet transmetuara. Abu Huraira ka qenë në Islam me pejgamberin e selam vetëm 4 vite. Transmetuesi më i madh i Islamit është Abu Huraira, apo kush është më i dishëm? Abu Bakri apo Abu Huraira?
sipas logjikës së hoxhallarëve të kohës sodit, më thoj za, sipas logjikës së talebeve të kohës sodit, sipas logjikës që mësohet në për universitetet sot, Ebu Hurajra duhet të qenë më i ditur se Abu Bakr as-Siddiku, po s'është. Sipas kësaj logjike duhet të qenë Ebu Hurajra më i ditur se Umar ibn Khattabi, po s'është. As më i ditur se Uthmani, se nuk është. As më i ditur se Aliu radhiyallahu anhu, se nuk është. Prandaj dietat islamik i ndërgjuar në hutbet, në fund i çojnë razi, kërkojnë për Allahut razillëk, më kënaq Allahu nga Abu Bakri, nga Omeri, nga Uthmani dhe Aliu. Dhe ata në radhë, kështu sikur që janë në vlerë të Allahu xhelle xhelalu. Feja islame duhet me u kuptuar me dert, me gajle, me sakrificë. Sa jemi të gatshëm me sakrifikuar dhe me marrë një detyrë për detyrave të mëdha të islamit dhe me e çunë fund. Dikujt Allahu xhelle xhelalu ka dhënë trimëri Hamzës. Dikujt Allahu xhelle xhelalu ka dhënë inteligjencë sikur Hudhaifa ibn Yamanit radhiyallahu anhu. Dhe s'ka qenë kryetar i inteligjencës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam Abu Bakri, por ka qenë Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhu. Dikujt Allahu ka dhënë pasuri si Abu Bakrit. Dikujt i ka dhënë fuqi si Umar ibn Khattabit dhe mençuri dhe inteligjencë. Dikujt i ka dhënë pasuri dhe urtësi dhe thirrje dhe emër dhe nam dhe fes sikur Uthman ibn Affanit. Dikujt i ka dhënë familje, krah, mençuri, kadi, trim, burr sikur Ali radhiyallahu anhu. Dhe meri këtë të sahabe janë shkencë në veti. Çdo sahabi radhiyallahu anhu është shkencë. O vëllazër, çka na mungon neve? Tabiin kur kanë ardhur. Abu Muslim al-Hawlani radhiyallahu anhu ka qenë tabiin, të cilët i ka ndodhur ngjarja sikur Ibrahimit alayhis salam në Yemen. Talha al-Anzi, ai dërguari i rreshëm i asaj kohe, e ka marrë mendes me zjarm, ka dalë prej zjarmit gjallë. Dhe Umar ibn Khattabi ka dashur shumë. Dhe sahabët e kanë dashur shumë. Ka thonë, "Ky është personi që i ka ndodhur sikur Ibrahimi alayhis salam." Ky ka thonë me fjalët e vet atë kohë, "O ju shok të Muhamedit alayhis salam, mos mendoni se kena me ndejt në me juve mos më ushtyje." E këto është ajo tema kryesore e kohës. Gati se nuk ka vëlla musliman që unë nuk e njoh, vetëm sa i shtihet me dikan, elhamdulillah që shtihesh. Vëlla musliman. Momentin që vjen një vëlla joti me ta shkuë. A ka me ta shkuë? Dikush, mos e merr natë tjetër. Umar ibn Khattabit ja ka shkuë Abu Bakri gati se në gjitha lëmit. Ja ka shkuë. Po respekti që ka pas Umar ibn Khattabi për Abu Bakrin është shtu ma shumë, nuk o paksu, se ka marrë natë. Pse Abu Bakr Siddiku nuk ka pas ndonjë mangësi? Abu Bakr Siddiku ka qenë i dërguar i Allahut? A ka qenë i dërguar i Allahut? Jo, Abu Bakr Siddiku ka qenë shok. A ka pas dobësi, po. Pse nuk ditë Umar ibn Khattabi me ajet një dobësi me thon, "Hat zuna." Hat zuna. Sot kjo ndodh. Kushdo prej vëllezërve musliman, të shtihet me një vëlla musliman. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Le shtihen musliman bez veti. Allah e ka obligu këta. Obligim e kanë mushti. Tamam. Por në momentin që ja gjen një dobësi vëllau tan, dhe ti kapësh për ata, dije se vëlla musliman me keqarje për thon ti e bosh shejtan. Prej muslimanit më të mirë, mund të bosh shejtan. Prandaj sahabiu se ka bëkta. Sahabiu ka pas këtë dije. Këtë respekt për tjetrin. Dhe respektin që kanë pas për një tjetrin, ja ka shtu Allahu respektin më shumë. Ja u ka shtu dashurinë sa më shumë. Dhe kjo është e vërteta. Dhe kjo është kuptimi dhe ardhja me të cilin erdhi Muhamedi Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Dhe kundërta e kësaj, në gara, kur ti mundohesh mushti dhe ti mushti me dikan, është normale kjo. Shumë normale kjo. Mushti me dikan. Se vapash bile. Nuk guxon me u kap për një sen. Nëse kapash, atëherë neve se kena kuptu mesazhin e pejgamberit alayhis salam. Prandaj secili prej neve, kur vjen në xhami, duhet me kuptu se jam duke shku në xhamin që më ka urdhëruar me shku Rasulullahi alayhis salam. Sikur me pa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është kusht me shku në Medinë ti dhe me ndje veten afër varrit Rasulullahit alayhis salam dhe me thonë se ja tash jam ndaj veni, edhe sot je këtu. Edhe sot je këtu. Edhe sot je këtu afër Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, sepse afërsia me ta nuk është fizike, afërsia me ta nuk është gjeografi. Afërsia me ta sallallahu alaihi wasallam është me brengën dhe gajlën që kishte. Me brengën dhe gajlën që kishte. Gjithë na kena diçka prej dunjas që punojnë edhe alhamdulillah që kena. Por nuk është që i një final ajo. Kur të na prishet neve dunjaja, kur të na prish incendet e kësaj bote, kur të na e kalojë një vëllai joni, do të më gëzona me atë. Jo me urrejt. Dhe duhet me qenë besimtar të afërt me u kryna që ishte Rasulullah alayhis salam dhe sahabët. Prandaj dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur na ka treguar se kush janë shpëtuarit dhe ndihmuarit nga Allahu xhalla xhelaluhu në këtë dunjë dhe
Shpëtimin që arrin ditën e Kiametit, hum ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Tha, janë ata të cilët ishin apo do të jenë në atë që jam unë sot dhe shokët e mi. Në çka ishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O vëllazër, për ta kuptuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në një kohë prej kohërave, ai librat që i shohën sot kanë ndaluar me shkruaj, para mendo. Se ka pas interesi i Islamit është mos me u përzije sunneti, hadithet me Kur'an. Se nuk ka qenë lehtë kjo. Shumë lehtë kena me lezu Kur'anin sot. Të regjistruam, të rregulluam në gjuhë të ndryshme me aplikacione krejt. Ka qenë vështirë në atë kohë. Andaj një kohë prej kohërave kanë ndaluar me shkruaj. Sallallahu alaihi wasallam. Kështu e kanë kuptuar Islamin ata. Kanë shkuar në xhami, e kanë dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i kanë marrë qëllimet e atij. I kanë marrë qëllimet e atij. Sot ti e gjen muslimanin e kohës sotit, e gjen një hadith dhe kapet për një hadith. E gjen një ajet dhe kapet për një ajet. I gjen ti muslimant, e kapin një deg prej degëve të Islamit dhe mendoj se krejt Islami është aty. Dhe krejt tjetër i përjashton për Islamit me atë se është kapë për një send prej sendeve. Islami është më i madh. Islami është më i gjanë. Islami është më i madh se bota. Islami është më i madh se gjithësia krejt. E ka plon krejt gjithësien. Dhe sendet që i kemi në Islam janë shumë më të mëdha. Prandaj duhet secili prej neve, po edhe xhallarët e kohës sotit, edhe thirrsat, me zvoglu vetën pak. Ma për to kemi shkuar. Për ta kuptuar realitetin e asaj me të cilën ka ardhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe më u pendu te Allahu xhalla xhelalu. Dhe ta dimë vëllazër, se për atë sa e kemi sakrificën, për atë edhe e kemi dituri. Sa më pak që e lodhim veten, sa më pak që e lojmë veten keq, sa më shumë gjumë që me pas, komoditet me pas, rahati me pas, sa më pak kemi dije. Dhe sa më shumë që lodhemi për këtë fe, dalin lot, e djerës, e gjak, e mund, e vite, humbjet liris, dhe gjithë shka që ka ndodhë, e shahidlok, e tjerat, këto kanë qenë bereqeti që Allahu xhalla xhelaluhu ka dhënë muslimanëve të parë në dijen që e kanë. Prandaj gabim është kur mendohet se sa më shumë libra me pas, më i diturie. Sahabët radhiyallahu anhum nuk ishin marrë në këtë pjesë, por ata gjithçka që kanë mësuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishin praktikuar. Prandaj është për të kajtë gjaksot, për të kajtë, për të mërzitur sot kur hoxha hip në minber, e vënon kapuçin e hoxhës, e lëshon mjekën e hoxhës dhe flet njeriu në emër të hoxhës, në emër të Islamit dhe mendon dhe thot dikush për shembull. Dhe janë mërzit muslimanët e parë nga kjo. Që vjen thot dikush dhe na fol në emër të fesë, edhe thot Islami është kompletu, ajetet e xhihadit janë sos, surë të tobe ka zbrit, surë të maide ka zbrit, së më intereson më krejt du të një tregu njëri, sot kur udhëzohet njëri prej njerëzve du të një tregu krejt informatat e Islamit. E kjo është gabe. Se këti ka ardhur dikush, dal gata ja ka shpjegu, ki s'ka kuptu kur gjo. E unë të vita si hoq, dhe të hypim minber, e ti thomë se secili prej juve ka për obligim me ditë çkaq, secili prej juve ka për obligim me ditë këta, secili prej... Edhe një person që vjen dje në Islam ka hi, ja tregu krejt, nuk ka qenë kështu kjo kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu xhalla xhelalu e zgjidhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e zbriti Kur'anin pjesë. Dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të kanë zbrit Kur'anin pjesë, i nuk thabbita bihi fuadak, që ta përforcojnë zemrën tonë. Para mendo tash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i dërguari Allahut, Allahu i thot atij na Kur'anin pjesë ta kanë zbrit me ta forcu zemrën, me përqendru. Sot, Pamet Jakovici, i mërçmi i kësaj kohe, filozofi i kësaj kohe, njëri që se njeh këtë fe, gjahili ignorant, ai cili Islamin ka vetëm mjekër, e nuk e njeh fen islame, ai vjen edhe i thot njerëzve se duhet krejt, Islami është plotësuar mos ka. Ka i më treguar. E vallahi shejtani kish me dhon çmimin jo Nobel, çmime të mëdha me dalë që kësi njerëzi me fol. Për fenë Allahut. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah thot, në kohën e vet, kudo që jetojnë muslimanët dhe i kanë dobësitë e veta, punojnë me ajetet e dobësisë. Kudo që janë muslimanë dhe kanë fuqinë e vet, punojnë me ajetet e fuqisë. Dhe shpjegon ajetin ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Neve nuk pezullojmë disa ajete, është punu me ato, pastaj nuk punohet. Aw nunsiha. Dhe thot Allahu xhalla xhelaluhu, ka ajete që na i pezullojmë, i largojmë nga puna, dhe ka ajete që i prolongojmë, i shtim ma vonë. Kështu përgjigjet Sheikhul Islam ibn Taymiyyah për ta.
Dhe kjo është ai menhexhi, ajo metodë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që nuk është e vërtetë. Ata të cilët gole sotit mundohen ja qit pejgamberit e sa nuk është e vërtetë kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam puna e tij ka qenë me u marrë me njerëz. Puna e tij ka qenë me qenë në mendjen e mushrikut, në mendjen e xahilit, në mendjen e ignorantit, në mendjen e munafikut asaj kohe. Mja shpjegu fen. Prandaj kur ka ardhur, për shembull, një krishter për krishterëve, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka lexuar ajetin e krishterizmit. Se ka ajetin në Kur'an që flasin për krishterizmin. Nuk ka shku me lexuar ajetin e mushrikëve, se ka ajetin e mushrikëve. Nuk ka shku me lexuar ajetin e ateistëve të faraonit. Jo. Ka shkuja ka lexuar ajetet e krishterëve. Që ai me kuptuar dhe është bo musliman. Kështu fen islamet do me kuptu. Kushdo që flet në absolutizëm, sepse prej defekteve më të mëdha të kohës sotit është kur flitet në absolutizëm. Na çuditni kur shumë prej islamofobëve na luftojnë. Pasha Allahun, elhamdulillah, Allahu ka mëshirë syt. Se po të kishin qenë inteligjent, kishin material për të sulmu sa dush islamin. Prej gjuhës së xhallave, që nuk përgatiten. Kanë material sa dush. Ani ju me bëmi po islamofobët e Egjiptit, me çfarë dyshime vinë ato? Shoqër që nuk e dini arabishtën. Shoqër që nuk e kuptoni. Çfarë dyshime vinë ata? Prej ajeteve kuranore. Dhe prej sulmeve shumëta nga veprat që i bën muslimanët. Nga veprat që i bën muslimanët. Prandaj, duhet mi hap syt muslimanin në kohën e sotit dhe me u kthy në menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun, shumë prej seneve që na mendojnë se nuk janë bidat, janë bidat. Shumë prej ndarjeve që i bëjnë, janë bidat. Dhe bidati më i madh është kur mendohet se Allahu ka më dhënë dituri pa sakrificë. Kur mendohet se Allahu ka më dhënë dituri pa sakrificë. Anë të muslimanët e parë është çmu sakrifica. Kur ka fali Ibn Mas'udi radhiyallahu an, i ka përmend dietat e kohës vet, prandaj ka thonë innal hayya la yu'man, të gjallit nuk i dihet. Ai vjetri ka sakrifikuar. Sakrificat që kanë bërë sahabët radhiyallahu anhum, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattabi, me sakrificat kanë arrit me kuptu këtë punë. Prandaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam na përmendi me salavat. Allahu xhalla xhelaluhu e ka obliguar me thirr djalin e vet. Allah e ka obliguar me thirr djalin e vet. Kur arrihet kjo grad e dashurisë që njeriu ka me Allahun xhalla xhelaluhu, kjo është e vërtetë. Ne jetojmë në kohën e ma'lumateve, informatave. Kushdo që mendon për neve se informata është dituri, është bidat kjo. Gabim është. Dituria është ajo që ka bindesh në zemër, ma waqara fi al-qalbi që është fut në zemër dhe madhron Allahu xhalla xhelaluhu wa saddaqahu al-amal dhe vepra e vërtetë. Prandaj edhe armiqtë e sahabëve në atë kohë kur kanë dashur me shiku sahabët radhiyallahu anhum u ndikun prej gjendjes që kishin sahabët radhiyallahu anhum. Rostumi kur dërgoi shpionat e vet me i pasë kush ishin sahabët, tha ata gjatë natës falshin, gjatë ditës luftonin. Gjatë natës u falshin, luteshin. Dhe ne keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ka pas nevojë Muhamedi alayhi salatu wasalam me lut Allahun deri në mëngjes në Bedër. Dhe mi fan fjalën e fundit Allahu xhalla xhelaluhu, o Allah, nëse e shkatron këtë grup të njerëzve, la tu'badu fil ardi, nuk adhurosh. Këta ja tha Allahu xhalla xhelaluhu. Thosë thot Abu Bakr as-Siddiq, kafaka ya Rasulullah, mjaft o i dërguari i Allahut. Inna Allaha munjizun wa'dah. Allahu ka me ta realizuar premtimin e vet. Ballmo. Po derisa i ka marrë durt lart me orë të tëra kështu, e ka lutur Allahun xhalla xhelalu. Kjo është dia e vërtetë. Po mos ishte kjo dia e vërtetë me pasien vetëm me libër dhe me libra, Allahu xhalla xhelalu se kishte marrë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Isra dhe Miraj, me pa xhenetin vet. Se nuk është një. Ai që e ka pa, dhe ai që ka ndëgju. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. Nuk është një sikur me ndëgjue, e sikur me pa. Dituria e vërtetë është kjo. Dhe na duhet me kërku këtë dituri. Dhe kjo dituri arrihet dal gadal, ditë mas dite, sakrificë pas sakrifice, kalitje, pendime, raste, ngjarje, kimera, kimurzu, kimuçun kam. Sakrificat shumëta derisa Allahu xhalla xhelal ta hap zemrën. Dhe ta volos imanin në zemër. Kur Allahu xhalla xhelal u tha sahabëve radhiyallahu anhum, ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Allahu e shkroi dhe gravoi imanin në zemrat e tyre. O Allah, na mundso me gravu imanin në zemrën tonë. Na mundso me shijue spaku diçka prej asaj që kishin shiju sahabët. O Allah, mos na mundso që librat
edhe informatat që i kemi me qenë argumente kundër neve. O Allah, na mundëso me pas brengën që kishte Abu Bekr as-Siddiku, brengën që kishte Abu Bekri. O Allah, mos na ban për atyre që kemi nyje në këtë dunja dhe lidhen nyjet e mëkateve të na dhe nuk kena mundësi milana të mëkate. O Allah, na shpëton nga kufri, nga shirku, nga e keqja. Çdo i dëbuar që është në tokë, o Allah, kthej në shpinën e vet. O Allah, ti je ai i cili i shef fëmijët e Gazës, dhe fëmijët të dëbuar në tokë që janë, dhe familjet të dobta që janë në tokë. O Allah, ne jena gjunaqar dhe kena shumë mëkate. Ka mundësi shumë prej mëkateve tona nuk pranohet lutja të ti. O Allah, ndihmoj ata për shkak të dobësisë që e kanë. O Allah, ndihmoj ata për shkak të dobësisë që e kanë. Dhe u kthe armiqve të tyre ashtu sikur që ti din, o Allah, i cili na sheh gjendjen tonë. Dhe nëse na ke shkruar pe banorëve të zjarrit, e na ke volos në zemrën tonë vula, të mos kuptimit na liron nga këto vula. Na jep kuptimin e muslimanëve të parë. Na jep kuptimin e sakrificës. Na jep kuptimin e afërsisë të ti. Na bën për evliave tu. Walhamdulillahi rabbil alamin.